Mundimi i Zotit ton Jezu Krishtit sipas Lukës. Kur erdhi koha e darkës, Jezusi ul në tryezë e bashkë me të, bashkë edhe apostujt. U tha: Me gjithë shpirt kam pasur dëshirë të hak të darkë të pashkëve bashkë me ju para se të psoj, sepse juve po ju them, nuk do të ha ma para se të marr fund në mbretërinë e hyjt. Atëherë, mori gotën, u falenderua e tha: Merrni e ndajeni ndër veti. Vërtet unë po ju them, se prej këtij çasti s'do të pi ma fryte e ardhije, derisa të mos vijë mbretëria e hyjt. Pastaj, mori bukën, u falenderua, e theu, u dha e tha: Ky është korpi im që fliohet për ju. Bëni këtë në përkujtimin tim. E mori gjithashtu edhe kelkun, pasi u krye darka, e tha: Ky kelk është bezdidja e re në gjakun tim që derlet për ju. Por ja dore e ati që më po me tralton, është me mua në tryezë. Biri njeriut një mend po shkon ashtu si që u këthatua, por se i mjerja i njeri që po e tralton. Ata zonë të pyesin njëri tjetrin, cili prej tyre do të ishte ai që do ta bënte këtë gjë. Atëherë apostujt filluan të grinden ndër vete, cili prej tyre do të ishte më i madhi. Jezusi u tha: Mbretërit e paganëve sundojnë me ta si zotërues. Madje ata që sundojnë mbi ta kërkojnë të quke bamirës. Ju zguzoni të bëni ashtu, përkundrazi, ma i mali ndër ju të jetë si të ishte ma i riu, kurse kryetari kur të ishte ai që shërben. Cilin e të vërtet është ma i mal, ai që është një tryezë, apo ai që shërben? Val, asa është ai që ri në tryezë? Tashti unë jam ndër ju, por si ai që shërben. Ju jeni ata që me provet e mia, që ndruat vazhdimisht me mua. Prandaj, unë po jua le trashëgim mbretërin, ashtu si ma dha mua im atë, që të hani e të pini në tryezën time në mbretërin time, letërinin e frone për të gjykuar 12 fiset e Izraelit. Simon, që Satani kërkoi të shoshë por si grurin. Por unë u luta për ty, që feja jote të mos mungoj. Por ti, kur të kthehesh, forcoj vlezërit e tu. I tha Pietri: Zotëri, jam gati të shkoj me ty edhe në burg edhe në vdekje. Jezusi i përgjigji: Unë po të them, o Pjetër, se sot nuk do të këndoj gjeli para se ti të mohosh 3 herë se me njeh. Dhe u tha: Kur ju dërgova pa qese, pa shtrajc e pa të mbathura, a u mungoj gjë? Asgjë. U përgjigjen ata. Atëherë u tha: Tani, kush ka qese le ta marrë, por ashtu e le shtrajcën. E kush nuk ka shpatë, le t'i shesh shpektat e veta, le ta blej. Sepse unë po ju them, në mua duhet të vërtetohet fjala e shkrimit shenjtë, u rallit ndër këtë shbers. Vërtet, gjithçka u parafol për mua, po shkon në vend. Ata i thanë: Zotëri, ja, këtu 2 shpata. Ai u përgjigji: Mjaftojnë. Pastaj i doli prej andej e u nis, si rëndom, drejt malit të ullinjve. Mbas tij shkuan edhe nxënësit. Kur arritin në atë vend, u tha: Lutuni që të mos bini në tundim. Dhe ai u largua prej tyre sa mund të hidhet guri, ul në gjunjë,
dhe zuri të lutet. O atë, nëse do, largoje këtë gotë prej meje, veç se le të bëhet jo vullnesa ime, por vullnesa jote. Atëherë, ju dëftua një angjëll nga qielli që i dha zemër. Kur e kapën mundimet e vdekjes, lutej më me zemër. Djersa e tij u bë si pika gjaku që binin mbi tokë. U çua prej uratës, e shkoi te nxënësit. I gjeti fjetur, i kishte kputur trishtimi. U tha: Pse po flini, qohuni, lutuni të mos bini në tundim. Ndërsa ai ende po fliste, që ja behi një turm. Në krye të saj ishte ai që quhet Jud, njëri prej të 12-ve. Ai ju afrua Jezusit për ta puthur. Jezusi i tha: O Jud, a me të puthur po e tralton birin e njeriut? Ata që ishin përreth tij, duke parë çka po ngjante, thanë: Zotëri, a tu biem shpat? Dhe njëri prej tyre i ra shërbëtorit kryepriftit e ja preu veshin e djathtë. Jezusi tha: Zini vend, njaft. Dhe ja preku veshin e ja shëroi. Atëherë Jezusi u tha atyre që kishin ardhur kundër tij, kryepriftërinjve, e krerëve të rojës së tempullit dhe pleqjve: Erdhe të si të isha unë sub, me shpata e shkupin. Për dit isha në tempull me ju, e nuk qua të dorë në mua, por se kjo është ora juaj, le pushteti i territ. E kapën pra, e quan dhe e shtin në shtëpinë e kryepriftit. Pietri e ndiqte për së largu. Ata ndezën zjarr në midis të oborrit dhe u ulën rreth tij. Ndërta, ul dhe Pietri. Kur një shërbëtore e pa ulur pranë zjarrit, e shikoi mirë dhe i tha: Edhe ky ishte me të. Ai i ra mohit. Nuk e njoh, moj fisnike. Pak më vonë, e vuri re një tjetër e i tha: Edhe ti i je prej tyre. Pietri përgjigji: Nuk jam, o njeri. Dhe paskun një ore, një tjetër i tha: Me të vërtet, edhe ky ishte me të, sepse është edhe ai Galileas. Pietri përgjigji: S'di që po thua, o burr. Dhe shi atëherë, ndërsa ende po fliste, këndoi gjeli. Zotëria u kthye dhe ja lshoi syt Pietrit. Pietrit i ra ndërmend fjalët zotërisë që ja pa të thënë: Para se sot të këndoj gjeli, 3 herë do të më mohosh. Doli për jashta dhe qau thekshëm. Njerëzit që e ruanin Jezusin e përqeshnin dhe e rrihnin, i ambulonin fytyrën dhe i thoshin: Dëftohu profet, gjeje kushtëra. I thoshin edhe shumë të sharat e tjera. Kur zbardhi drita, u mblodhën krerët e popullit, kryepriftërinjtë e skribët, e quan Jezusin si nedër të vetin dhe i thanë: Nëse je ti Mesia, na thuaj. Ai u përgjigji: Nëse ju them, s'do të me besoni. Nëse ju pyes, nuk do të me përgjigjni. Por pas tashtit, biri i njeriut do të rinë në të djastën e hyjit e gjipustetshëm. Atëherë i thanë të gjithë: Ti pra qenë ke biri i hyjit? Ai u përgjigji: Ju thoni të vërtetën, jam. Atëherë ata thanë: Çdo dëshmi tjetër na duhet. Ne vetë e dëgjuam prej gojës së tij. Atëherë u ngritën të gjithë së bashku, e quan te Pilati dhe zum ta padisin. Të njeri e zum duke nxitur popullin ton në kryengritje, ndalon t'i jepet Cezarit tatimi, e për vete thot se është Mesia mbret. Pilati e pyeti: A jeti mbreti i judejnëve? Ai i përgjigji: Ti po thua. Pilati u tha atëherë kryepriftërinjve dhe vegjelisë: Kur farfajis po gjejnë në këtë njeri? Por ata ngulnin këmbë duke thënë: Ky po çon popullin në kryengritje, duke mësuar në mbar Juden,
qysh prej Galiles, ku ja filloi e deri këtu. Në këto fjalë, Pilati pyeti a mos është ky njeri i Galileas. Kur e mori vesh se është nën pushtetin e Herodit, e dërgoi te Herodi, që ndër ato ditë gjendej edhe ai në Jeruzalem. Herodi u gëzua fort kur e pa Jezusin. Ka herë kishte pasur dëshirë ta shihte, sepse kishte dëgjuar shumë për të dhe shpresonte se do të shihte ndonjë mrekulli të tij. I bëri shumë pyetje, por se Jezusi si përgjigji fare. Aty ishin edhe krerët e priftërinjve dhe skribët, të cilët e paditnin me këmbgulje. Herodi bashkë me ushtarët e vet e përbuzi Jezusin, e vuri në lojë, e veshi me pet të bardhë dhe ja ktheu Pilatit. Po atë ditë Herodi e Pilati u bën miq. Më parë ishin armiq. Pilati grishi një mbledhje krerëve e priftërinjve, antarët e Sinedrit dhe popullin, dhe u tha: Këtë njeri e sollët para meje duke e paditur se po nxit popullin në kryengritje. Dhe ja, unë e pyeta para jush e nuk i gjeta farfaj për cilin ju e paditni. Por as Herodi, pasi e ktheu prap tek ne, që pra ai s'ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen. Prandaj do ta ndëshkoj e do ta lëshoj. Por ata zunë të bërtasin një zëri. Këtë vraje e na liro Barabën. Baraba ishte i burgosur për shkak të një kryengritje e përvrasje. Pilati foli prap, sepse dëshironte ta liroj Jezusin, por ata bërtitnin: Kryqëzoje, kryqëzoje. Ai u tha të tretën herë: Po ç'të keqe ka bërë? Unë nuk gjeta në të faj që meriton vdekjen. Do ta ndëshkoj, pra dhe do ta lëshoj. Por se ata me britëm të madhe e me këmbgulje kërkonin ta kryqëzoj. Britmat e tyre bëheshin për herë më të mëdha. Atëherë Pilati vendosi të bëhej ashtu, si kërkonin ata. U alshoi atë që u burgos për kryengritje e vrasje, atë që kërkuan, kurse Jezusin u adërzoi vullnetit të tyre. Ndërsa po e çonin për ta kryqëzuar, kapën një farë Simoni prej Cirene, që po kthente nga fusha. Ja vun në krah kryqin që mbarte pas Jezusit. Pas ti shkonte një shumicë e madhe njerëzish, e disa gra që e qanin dhe e vajtonin. Jezusi u kthye ka ato dhe tha: Bija të Jeruzalemit, mos me qani mua, por qani veten e fëmijët tuaj, sepse ja po vjen koha kur do të thuhet: lum beronjat, lum ato që s'linden kur, e që nuk paten kujt i japin gjë. Atëherë do ta filojnë tu thon maleve: mbini mbi ne, dhe kodrave na mbulonin. Sepse nëse vërpoke kështu me drute njom, çka do të ndodh me të thatën? I sollën edhe dy të tjerë, bëkqinj, për t'i vrarë bashkë me ta. Kur arritën në vend që quhet Kafk, aty e kryqëzuan atë dhe bëkqinj, njërin në të djathtë e tjetrin në të majtë. E Jezusi lutej: Fali, o atë, se nuk din që bëjnë. E për t'i ndarë petkat e tij qiten shërt. Populli rinte aty e kundronte. Antarët e Sinedrit e përqeshnin duke thënë: Tjerët i shpëtoj. Le ta shpëtoj vetveten nëse është Mesia i hyjt i zgjedhuri. Edhe ushtarët e vinin në lojë, ju afruan për t'i dhënë uthull dhe i thanë: Nëse je ti mbreti i judenjve, shpëto vetveten. Mbi të ishte edhe mbishkrimi: Ky është mbreti i judenjve. Njëri nga keqbërësit e kryqëzuar e fyente: Po, a nuk je ti Mesia? Shpëto veten edhe ne. Por ai tjetri e qortoi: As ti nuk e druan hyjën që po vuan të njëjtin dënim si ai? Sa për ne kjo është drejtësi, po marrim ndëshkimin e merituar për veprat tona. Po ky s'bëri asgjë të keqe. Dhe tha:
Të bie ndërmend për mua o Jezus, kur të arrish në mbretërinë tënde. E Jezusi i tha: Për të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në Paris. Ishte rreth orës 6 e terri e mbështolli mbar tokën. Deri në orën 9, dielli u zu e kultrina e tempullit u nda përmjedis. Atëherë, Jezusi bërtiti me zë të madh dhe tha: O atë, në duar tua po e dorëzoj shpirtin tim. Si tha këto fjalë, dha shpirt. Bini në gjyndën e adhurim. Dhe qojnë e kem. Centurioni, kur pa që ndodhi, zuri të lëvdoi hyin dhe tha: Ky njeri ishte me të vërtet i drejt. Po edhe të gjithë njerëzit që u grumbulluan për të parë ngjarjen, kur panë se që ndodhi, u kthyen duke rrahur kraharorin. Të gjithë miqtë e tij rrinin larg, po ashtu edhe gratë që e kishin përcjell prej Galiles dhe po vërenin. Atëherë erdhi një njeri që quhej Jozef. Ky ishte antar i Sinedrit dhe burr i mirë dhe i drejtë. Ky nuk e miratoi vendimin as veprimin e tyre. Ishte prej Arimateje, qyteti judes, dhe priste mbretërinë e hyjit. Shkoi te Pilati dhe ia lypi trupin e Jezusit. Pasi e uli prej kryqit, e mbështolli në pëlhur, e vuri në varr të gdhendur në gur, ku ende askush s'ishte varrosur. Ishte dita e përgatitjes, e po afrohej e shtuna. E përcollen edhe gratë që erdhen me Jezusin prej Galiles, e pan varrin dhe si u vu trupi Jezusit. Pastaj u kthyen dhe përgatiten era të mira dhe vajra të erëndshëm. Të shtunën mbajtën pushimin e caktuar prej ligjit të Zotit. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht.